Specialistët për hetimin e krimeve të stacionit të policisë Velipoj referuan materialet në prokurori për vlerësim, pasi ka kallëzuar shtetësi me inicialet FSH 59 vjeç se në varrezat të afërmve të tij në fshatin Rjoll ka konstatuar 2 varre të dëmtuara. Specialistët për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin me inicialet HA 73 vjeç banues në Shkodër për veprat penale, ushtrimi i aktivitetit tregtar të paligjshëm dhe fshehja të ardhurave. Pronari një tregu veshjesh, pasi nga verifikimet rezultoi se ushtronte aktivitetin pa dokumentacion përkatës. Ndërkohë, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Puk referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin me inicialet XM 55 vjeçe banuese në Puk, pasi nga kontrollet me shërbimet të USHE u konstatua lidhja e paligjshme e energjisë elektrike në banesën e saj. Nga ana tjetër, në datë 3 qershor 2025 ka kallëzuar shtetësia me inicialet FH 66 vjeçe se i kanë vjedhur një shumë parash në banesën e saj në lagjin Liria, gjatë kohës që në banesë nuk ka patur njeri, po punohet për identifikimin dhe kapjen e autorëve. Ndërkohë, në datën 5 qershor 2025 ka kallëzuar shtetësi me inicialet KZ 69 vjeç se është larguar nga banesa vajza e tij, shtetësia me inicialet GZ 41 vjeçe, e cila fuan nga sëmundje të shëndetit mendor. Policia po punon për gjetjen e saj. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.